Kur shkojsh në dorë, ose në Velipoj, këto e kanë qaqije. Ku e kemi marrë dorën edhe pipojmë taman si Shqipëri, më të mira se në shpeta. Këto janë më të preferuar e tash për këtë ku. Përshëndetje, tash është veç që ka fillu sezona e senet nxehta, na përgatitemi pallaqinka, kupa, misër, edhe kemi një prej më special pet llaçasti. Ku e kemi marrë dorën edhe pipojmë taman si Shqipëri. Kjo ka pak makinën ma ekstra, që kemi marrë. Këto janë më të preferuar e tash për këtë ku. A janë pelda si në shpet, do me thonë? Më të mira se në shpet, tash dalin tamam këtu si detit. Kur shkojsh në dorë, ose në Velipoj, këto e kanë qaqije. Në të Kosovës më të mira, po besoj i bojmë ato? Po, ka ranë gjithë. Këto mirë që vinë edhe të mija, edhe familjarë, edhe i kërkujnë special, sidomos verës në lusin që të në edhe në këtë verës, se shkojnë, por nuk po ka mundësi, për shkak se fuqia punëtore është pak ma e dopt edhe s'po mujna mi arrit gjitha. A vinë mërgjimtarë, shumë kur bëhet stina e dimre? Po tash, do më thonë në 10 orë, fillojnë, do po vinë edhe më herë, se po ndryshojnë edhe atje kunat, po vinë shumë, i falenderej shumë, na vizitojnë. A më nëshme na e kalzu në historie që të kam met në mene këto me mishteri që e ke posë? Una është interesant, jam shumë i kënaqur me do diasporës, sepse me të vërtet kanë kulturë dhe na kanë befasu se kur kanë orë tash verës, na kanë pru dhorata, diçka që na kalon kështu shumë brejsat mira. Edhe do më me mirëpikjen tonë, familjare, ku unë punoj me grua dhe me fëmijë pak që na ndihmojnë, na kanë befasu, çaq mirë do më kena kalu dhe na binë edhe dhorata. Kjo është për neve diçka shumë interesant. Një po fëshimim.